Media britanike, Daily Mail, ka publikuar pamje nga salla e gjyqit të Ruben Sarajeva, i dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata e Lezhës për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikolaj. Sipas raportimit të kësaj mediaje, Sarajeva dyshohet se është paguar rreth 1 milion pound për të kryer krimin. Ai kishte udhëtuar nga Londra drejt Shqipërisë rreth 2 muaj para ngjarjes së ndodhur në prill të vitit 2023, si pjesë e një grupi të organizuar, ku sipas prokurorisë përfshiheshin edhe shtetas britanik të tjerë, mes tyre edhe një grua nga Bristoli. Vendimi u shpall nën masa të rrepta sigurie nga gjyqtari Ilirim Bulica, i cili e deklaroi fajtor Sarajevën për vrasje me paramendim në bashkëpunim, si dhe për posedim të paligjshëm të armëve. Ai do të vuajë dënimin në një institucion të sigurisë së lartë. Gjatë seancës, i veshur me tuta të zeza dhe i vendosur në kafazin e xhamit për të pandehurit, Sarajeva reagoi duke tundur kokën në momentin e shpalljes së vendimit, ndërsa ndodhej disa metra larg bashkëshortes së viktimës. Sipas hetimeve, vrasja dyshohet të jetë porositur nga një antar i një familjeje rivale shqiptare me banim në Mbretërinë e Bashkuar. Konflikti mes familjeve, që daton prej gati 3 dekadash, besohet se ka shkaktuar deri më tani 9 viktima. Prokurorët pretendojnë se përfshirja e shtetasve britanik ishte strategjike, pasi viktima nuk do të dyshonte ndaj vizitorëve që vinin nga Anglia.